Në qendër të njësisë administrative të Novoselës, mbetjet urbane marrin vend. Prej gati një muaji çështja e mbeturinave për këtë njësi administrative mbetet e pazgjidhur. E gjithë kjo situatë ka ardhur për shkak se kontrata me kompaninë e pastrimit ka përfunduar në fillim të muajit nëntor dhe deri tani nuk është ndërmarrë asnjë procedurë e re për vazhdimin e shërbimit. Ky boshllëk administrativ ka çuar në situatën aktuale, ku asnjë mjet pastrimi nuk ka shkelur në fshatra për disa ditë me radhë. Kontenierët janë të imbushur plotësisht, ndërsa mbeturinat janë derdhur për tokë, duke mbuluar hapësira që përdoren për qarkullim. Pamjet në ekran sjellin situatën e kësaj tendeje në zemër të Novoselës. Si ku ndëshikoni, kontenierët janë të imbushur, madje mbetjet janë hedhur nga banorët dhe bizneset edhe jashtyre. Situata po bëhet çdo ditë më problematike, ndërsa kontenierët e mbeturinave janë të imbushur, duke krijuar shpeshherë edhe vatra ndotjeje të rrezikshme në qendër të Novoselës. Banorët thonë se mbeturinat në Novosel hiqen një herë në javë. Ndërmarrja e pastrimit në Bashkinë e Vlorës duket se ndërhyr në mënyrë të pjesshme për pastrimin në këtë njësi administrative. Banorët theksojnë se shërbimi i pastrimit nuk mund të funksionojë në mënyrë selektive, duke u fokusuar vetëm në qendra, ndërkohë që në fshatrat mbeten të papastruara. Ata kërkojnë që Bashkia e Vlorës të vendosë një sistem të qëndrueshëm dhe të rregullt pastrimi. Shumë prej banorëve theksojnë se paguajnë rregullisht taksat e pastrimit dhe presin që shërbimi të kryhet siç duhet. Mungesa e një kontrate funksionale dhe mos koordinimi ka sjellë një situatë që është duke u përshkallëzuar çdo ditë. Në këtë situatë, komuniteti i Novoselës kërkon një ndërhyrje të plotë dhe të koordinuar nga Bashkia e Vlorës, duke shpresuar që problemet e shërbimit të mos kthehen në një krizë të përhershme.